Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në dersën e kaluar, në ligjëratën e kaluar, kemi trajtuar shumë çështje që kanë të bëjnë me çështjet se çush do të më kanë qëndrimi i muslimanit ndaj mospajtimit dietarëve, do të thonë ndaj mospajtimit të pranueshëm të dietarëve në çështjet e fikut si zakonisht. I kemi trajtu shumë çështje, ka mbetë edhe disa çështje me trajtu, që kanë të bëjnë me këtë pikë. Çështja e radhës është se mospajtimet në çështjet e fikut që kanë dietarë mes vete, a ndikojnë këto në vlefshmërinë e namazit ose vlefshmërinë e, domethënë namazit kur falen ata pas njëri tjetrit apo nuk ndikojnë. Domethënë kuptimi është që nëse një person i cili i përket mëdhëbit Hanefi, tek ai për shembull dalja e gjakut e prish abdesin. Ose te mëdhëbi Hanbali, dalja e gjakut në sasi të mëdha e prish abdesin. Tash falet pas një Maliki, një njeri i cili e pason mëdhëbi Maliki ose Shafi, dhe tek Malikit për shembull dalja e gjakut edhe në sasi të mëdha nuk e prish abdesin. Tash te ky e prish, taj nuk e prish. Kur e din të sigurt për shembull që imami i tij ka pas një rrjedhë të gjakut, ka qenë në abdes, ka pas një rrjedhë të gjakut dhe është dalë imam, ai nuk konsiderohet që është prish namazi ose nuk konsiderohet që është prish abdesi. Mirë po ky i cili falet pas tij, sipas këtij, domethënë sipas mëdhëbit të tij, abdesi i personit të tillë është i prisht. A bën më fal mas tij apo jo? Tek shumica ose tek ka i xhamat e dietarët se bën me u fal njëri pas tjetrit, edhe pse kanë mos pajtime ndërmjet tyre. Dhe kanë ardhur disa raste të ndryshme ku ato tregojnë se dietarët e mëdhej, edhe pse kanë pas një mendim pak më ndryshe, ku sipas mëdhëbit të tyre, imami i cili ka dalë, domethënë se imam ai namazi tina sipas mëdhëbit të këtij del që nuk është në rregull, mirë, po ai tjetri për shembull ka një mendim pak më ndryshe se nuk e prish abdesin dhe si rrjedhoi nuk prishet edhe namazi, atëherë janë falur pas tyre. Për shembull, kemi rastin e Ebu Jusufit rahimahullah. Ebu Jusufi ka qenë qadia kryesor në shtetin islam në atë kohë. Domethënë njëri prej nxënësve kryesor të Ebu Hanifes rahimahullah. Sipas mëdhëbit Hanefi, dalja e gjakut e prish abdesin. Mirë po, kur ka shku në shoqërim të Harun al-Rashidit, dhe ka shoqëruar Harun al-Rashidin gjatë periudhës së haxhit. Duke qenë në Medinë, Harun al-Rashidi kishte bërë hijame. Dhe Imam Maliku kishte dhënë fetva se nuk e prish hijamia abdesin. Dhe ishte falur ashtu. Atëherë ishte falur pas Harun al-Rashidit Ebu Jusufi. Edhe pse, sipas mëdhëbit Hanefi, domethënë është namazi nuk është në rregull, mirë po, pasi që kishte dhënë fetva, atëherë ishte fal pas tij dhe nuk e kishte përsërit namazin. Dhe këtë ka potencuar edhe shumë prej dietarëve. Bile Sheikhul Islam Ibn Taymija ka një përgjigje ku tregon se ai njeri i cili thotë se nuk bën më fal pas tjetrit, edhe pse ai tjetri përkat një mëdhëbi tjetër, atëherë konsiderohet bidaxhi ky i cili ka këtë mendim që s'bën më fal pas tina, edhe pse domethënë ka çështje të diskutueshme mes tyre, që është përmendur më herët. Është pyet Sheikhul Islami në një prej pyetjeve se hel tasihhu salatu ba'dihim khalfa ba'din am la? Është i vlefshëm namazi i dikujt për mëdhëbe pas personit i cili i përket një mëdhëbi tjetër apo nuk është i vlefshëm. Dhe Sheikhul Islami ka thonë تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. Domethënë është e lejuar, sipas fjala kuptimi i fjalës së Sheikhul Islami, po është e lejuar që disa prej tyre të falen pas disa të tjerëve, ashtu siç kanë vepruar sahabët tabiin dhe ata që ardhen pas tyre prej imamëve të katër mëdhëbeve dhe të imamëve të tjerë.
të cilët faleshin thot njëri pas tjetrit, edhe pse kishin mos pajtime në këto çështje edhe në çështjet e tjera. Askush nga selefët nuk ka thënë se nuk lejohet që të falet njëri pas tjetrit. Dhe kush e mohon kët është një bidaxhi i humbur, ai i cili e kundërshton Kur'anin, Sunetin dhe ijmaun e selefëve të këtij ummeti. Vile e përmend edhe Shekull Islami, po e përmend këta edhe Ibn Qudame në Mughni, do thonë se edhe vetë Imam Ahmedi, për mëdhëbit Imam Ahmedit është që kur del një sasi e madhe e gjakut, qof kjo prej hijamës ose prej gjakut i cili del domethënë nga sipas rrjedhës së domethënë së hundës, gjaku i cili del nga hunda në një sasi pak më të madhe, فقيل له فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ نصلي خلفه قال كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. Thot atë falim e pas imamit i cili e sheh që nuk e prish abdesin dalja e gjakut, apo jo, ka thonë qysh mos më fal pas Said ibn Musayyibit dhe Imam Malikut, qysh nuk bën më fal pas Said ibn Musayyibit dhe Imam Malikut, të cilët domethënë bie që këta e kanë konsideruar se dalja e gjakut nuk e prish abdesin, qysh me thonë tash që ky nuk bën më fal pas tyne imam të mëdhej. Edhe Abu Dawudi ka një çështje që kapitulli Imam Ahmedit, dhe kapitulli Imam Ahmedit atë falën pas një njeriu i cili e sheh që ai i cili e prek organin e tij gjenital, domethënë pa pas pengesë, nuk e prish abdesit. Ai e konsideron që nuk prishet abdesi kur të prek organin gjenital pa ndonjë pengesë, domethënë drejt për drejt. Thot atë falem mas ti, dhe duke ditur që ai e ka prek organin gjenital. Thot po. Thot bën më fal mas ti. Domethënë edhe Imam Ahmedi edhe ka një fjalë tjetër që njëri e ka pyetur Imam Ahmedin. Thot imami është fal me lëkurë të dhelprës, me një tesh e cila përmban lëkurë të dhelprës. Thot a është namazi im në rregull apo jo pas tij? Për arsye se lëkura e rregjur, në qoftë se është ajo lëkurë e rregjur e kafshëve të cilave nuk ju hahet mishi, ka mos pajtime ndërmjet dietarëve, a është e pastër apo jo. Do të thonë të disa pe dietarëve është e pastër, të disa nuk është e pastër. Te Imam Ahmedi është e papastër. Mirë po ka thonë, në qoftë se ai i cili ka veshur kët, e ka bëu tewil, ka bëu ijtihad, që edhe ka bëu tewil, ka marrë për bazë hadithin e pejgamberit alayhis salam, ayyuma ihabin dubiqa faqad tahur, çdo lëkurë e cila rrejet, atëherë konsiderohet e pastër. Këtu hyn, domethënë sipas atij mendimit, hyn të gjitha lëkurat pa përjashtim, lëkurat e kafshëve të cilave nuk ju hahet mishi apo të cilave ju hahet mishi, nëse ka marrë këta për bazë dhe domethënë ka pasur një dietar ose vet ka qenë dietar i cili bën ijtihad, atëherë yusalla khalfahu. Është falet pas tij. Mirë po kanë thonë aty, a është kjo ti a konsideron këta të lejuar? Ka thonë jo, nuk e konsideroj të lejuar unë, mirë po ai i cili e vepron këtë dhe bën ta'wil, e bën një interpretim edhe e ka marrë atë mendimin tjetër, atëherë falet pas tij. Këto domethënë citate nga imamët e mëdhej na tregojnë se nuk ka gjë të keqe të falet dikush pas një imami i cili ndoshta një vepër të caktuar ose një çështje konsideron të papastër, e konsideron domethënë të pastër, ndërsa ky tjetër për shembull e konsideron të papastër, ose ai që e konsideron që prishet nuk prishet abdesi, ky e konsideron që prishet abdesi, domethënë edhe pse mëdhëbin e kanë të ndryshëm, mirë po bën më fal edhe nuk po bën kjo një çështje as me kruh nuk konsiderohet, domethënë më fal mbas tij. Kështu që ka përmendur këta Ibn Qudame në Mughni. Çështja e dytë, ai i cili e ka një mendim ndryshe nga dietarët. Nuk lejohet që me konsideru mëkatar ose me konsideru fasik ose me konsideru bidaxhi ose edhe domethënë me qit pe fesë. Domethënë këtë kanë potencu shumë pe dietarë Ibn Hazmi edhe shumë pe dietarë të tjerë, që një njeri i cili ka bëj ijtihad, ka marrë parasysh domethënë argumentet edhe është i denjë për me bëj ijtihad, ose dikush i cili ka pasur ndonjë mëdhëb, atëherë nuk konsiderohet që ky për shembull i cili e ka konsideruar diçka të lejuar. Përderisa ky tjetër për shembull konsideron të ndaluar, sipas këtij domethënë është të ndaluar,
sipas atina është e lejuar në bazë të ijtihadit, në bazë të atina procesit të ijtihadit, domethënë duke dalë në një konkluzë saktuar, duke u përmbajtur rregullave dhe duke i vështruar argumentet e ndryshme, atëherë ai tjetri i cili konsideron se një çështje e tillë është e lejuar, ky tjetri i cili e konsideron të ndaluar, nuk lejohet për këtë i cili e konsideron çështjen që është ndaluar, me konsideru atë tjetrin fasik se e ka leju. Përderisa këtu ka hapësirë mendimesh. Domethënë ka hapësirë për me pas një mendim pak më ndryshe. Dhe nuk lejohet që ai tjetri më konsideru fasik as bidaxhi as kafir. Çështja e tretë, për ata i cili dëshiron me studiu, fikhun në domethënë thellë, dhe dëshiron me u bë prej dietarëve, kërkuesi i diturisë, hoxha, i cili dëshiron me studiu mirë fikhun edhe atëherë duhet gjithsesi me pas dije rreth mos pajtimeve të dietarëve. Dhe nganjëherë kur ndodhin disa keq kuptime ose tjetri kur e çorton tjetrin pse pe bën këto, ose pse s'pe bën këto, ose pse pe konsideron këto të lejume, kjo është ndalume, e kështu me radhë, në të vërtetë vijnë për njerëzve të cilët janë të caktë në dituri, nuk kanë diapazon të madh, edhe nuk e dinë që kjo mesele e caktuar ka mos pajtime ndërmjet dietarëve, prandaj nuk e lejohet që me çortu tjetrin. Për këtë arsye ai i cili, domethënë dëshiron me studiu mirë, do gjithsesi me ditë, me i mësu këto mos pajtimet e dietarëve. Në mënyrë për dy shkaqe, e para që mos me marr një mendim që se ka thon kërkush. Kur tek din për shembull që dietarët kanë mos pajtime, dikush ka thon kështu, dikush ka thon ashtu, dikush e ka leju, dikush e ka ndaluar, dikush ka thonë pasë, dikush është i papastër për një çështje të caktuar, për shembull në çështje të fikut. Domethënë ti ose ai hoxha ose dietari kërkuesi i dijes duhet me ditë gjithsesi në mënyrë që mos më ardë një konkluzë që ajo konkluzë me dalë që është një mendim që se ka thon kërkush prej dietarët më hershëm as më vashëm. Kjo është për domethënë njëna prej atyre dobive që përfitojnë prej njohjes së mospajtimit të dietarëve, edhe dyta me ditë se çush kanë arrit dietarët deri te ky përfundim, cilat janë ato metodat që kanë ndjek dietarët për me kuptuar tekstet, për me konsideruar një hadith se është i saktë apo jo, në përgjithësi për me vlerësuar një çështje për shembull është e lejuar apo e ndaluar, ose që ndryshe procesi i ijtihadit. Domethënë me ditë se çush kanë arrit ata, jo vetëm me ditë atë fjalën përfundimtare që është e lejuar apo e ndaluar, mirë po me ditë çush kanë arrit që në mënyrë që pastaj edhe me zbatuar dhe me praktikuar këto në çështje bashkëkohore që të ndodhin. Domethënë gjithsesi duhet me e ditë, kjo domethënë vlen vetëm për ata të cilët dëshirojnë të thellu për hoxhallar. Dhe për këtë arsye gjejmë shumë për fjalëve të selefit që kanë potencuar një çështje të tillë. Për shembull Hisham ibn Abdullah ar-Razi ka thënë në një fjalë të tij men lam ya'rif fil ikhtilaf falaysa bi faqih. Kush nuk e njeh mos pajtimet ndërmjet dietarëve, nuk e din. Domethënë nuk e din mos pajtimin ndërmjet dietarëve, atëherë nuk konsiderohet faqih, nuk konsiderohet faqih. عطاء بن أبي رباح قال لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالما باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. Nuk e këtë kanë thët askujt të jap fetva. Domethënë ta kanë fol për çështje, domethënë Koxhatrona nëse marrim edhe zbatojmë këtu tek ne, domethënë nuk i lejohet askujt me dhon fetva sipas disa dietarëve, derisa të jetë ndjeni ose derisa të njeh ato mos pajtime ndërmjet dietarëve, sepse nëse nuk e din thot, atë ka mundësi me refuzuar ndonjë mendim i cili është më i besueshëm edhe më i fortë se sa mendim që e ka ai, që disponon ai edhe që e din atë. Thot Qatada ibn Di'amah thot men lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum anfuhu al-fiqh. Ai i cili nuk e njeh mospajtimin ndërmjet dietarëve, nuk e din këtë mospajtim, nuk ka në hatur aromën e fikut. Jasa Said ibn Abi Aruba penzonëve të Qatades është dhe ka thonë men lam yasma' al-ikhtilaf fala ta'udduhu 'aliman, ka thonë kush nuk ka dëgjuar ose kush nuk e njeh këto mospajtime ndërmjet dietarëve, atëherë mos e konsideroni si dietar. Dhe Yahya ibn Salam ka thonë la yanbaghi liman lam ya'rif al-ikhtilaf an yufti. Nuk i takon atij që nuk e njeh mospajtimin ndërmjet dietarëve të jap fetva. Domethënë janë fjalë goxha të rrepta dhe rigoroze të dietarëve, mirë po këta kanë folur për një kategori të caktuar
për ata të cilët dëshirojnë më bë dietar dhe dëshirojnë për me studiu thellë, se duhet gjithsesi me njoft këto mospajtimet ndërmjet dietarëve. Çështja tjetër është se është mirë dhe udhës të cikëm disa prej shembujve nga etika e sahabëve në mospajtim mes tyre. A kemi, më thonë, shembuj të ndryshëm, a kemi në shembuj të ndryshëm në histori, sidomos nga radhët e sahabëve pa dhe nga selefi, se çfarë etike kanë pasur në mospajtim në çështjet e fikut. Thotë Enes ibn Maliku, thotë, ne shokët e pejgamberit alayhis salam, për këta shqip përmes me ngarku, thotë, ne shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur udhëtonim, disa prej nesh thotë agjeronin dhe disa hanin. Disa plotsonin namazin, disa e shkurtonin namazin. Por as agjeruesi nuk e shortonte atë që nuk agjeronte, as ai që nuk agjeronte, nuk e shortonte agjeruesin. Po ashtu, as ai që e shkurtonte namazin nuk e shortonte atë që e plotsonte, dhe as ai që e plotsonte nuk e shortonte atë që e shkurtonte namazin. Ndërsa Ebu Said al-Khudri dhe Jabiri radiallahu anhu kanë thënë në një fjalë të tyre, kemi u thumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, disa agjeronin dhe disa hanin, por askush nuk e shortonte tjetrin. Është një fjalë interesante e Uzaiut. Uzaiu thotë kanë hyrë një herë 3 shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 sahabë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një xhami. Dhe imami ka qenë duke fal ikindin. Tash janë lidh mas imamit. Kur kanë kryer namazin e kanë pyet njëri tjetrin, çka veprove ti? I pari për tyne ka thonë se ai e fali ikindin, po unë e bona njetë për drejk. Te një pjesë e dietarëve është e lejuar që me fal drekën pas dikujt që e fal ikindin, ose ikindin pas dikujt që e fal drekën. Dhe nuk përbën kjo problem. Edhe pse njëti nuk është e njëjtë, por mirë për përderisa forma e namazit është e njëjtë, 4 rekate ose 2 rekate, në them 2 rekate, atëherë nuk bën problem. Thotë njëri ka thonë kështu veprova. Do të thonë fala pastaj me njëtë të drekës. Dhe pastaj u çova dhe fala ikindin. Tjetri, një sahabi tjetër thotë, unë e bëna njëtë më fal pastaj namaz nafile, sepse ka konsideruar që është ndaluar me më fal mas një njeriu i cili për shembull fal ikindin me fal me njëtë të drekës. Dhe kjo është një mëdhëbi dietarëve. Do të thonë konsiderojnë që nuk bën me fal drekën pas atina i cili fal ikindin, ose ikindin pas atina i cili fal drekën. Do të më thonë edhe njëti i njëjtë. Edhe forma e namazit e njëjtë, po edhe njëti do të më thonë i njëjtë. Thonë e fala e bëna njëtë si nafile dhe pastaj u çova e fala drekën dhe pastaj u çova e fala ikindin dhe thotë asnjë njeri nuk e çortoi tjetrin. Do të thonë kishte mendime të ndryshme. Kjo kishte një mëdhëb, kishte mendim pak më ndryshe, ky kishte një mendim pak më ndryshe, mirë, po asnjëri prej tyre nuk e çortoi tjetrin. Prej atyne etikës të, domethënë, ose shembujve të ndryshme të etikës së selefit në çështje të mospajtimit mes tyre, thotë Abdulrahman ibn Mahdi, një prej dietarëve të mëdhej, një prej mësuesve të Imam Ahmedit, edhe ky ka qenë nxënësi i Sufjan ath-Thaurit. Abdulrahman ibn Mahdi ka qenë nxënësi i Sufjan ath-Thaurit. Thotë Sufjan ath-Thauri dha një fetva për një çështje dhe ai e vërejti që unë nuk e pranova mendimin e tij, nuk e kisha mendimin e tij, nuk e pranova mendimin e tij, nuk ishte mendimi im sikurse mendimi i tij. Dhe pastaj më pyeti thotë, po ti çfarë mendon? Çfarë mendimi ke? Çfarë mendimi ke rreth kësaj çështje? I thash kështu, në kundërshtim me mendimin tënd. Dhe ai heshti. Pra, domethënë heshti pa u zemëruar. Pa u zemëruar, domethënë nuk më çortoi diçka që mendimi jot është, domethënë i refuzuar ose domethënë që nuk pranohet. Po heshti. Domethënë kjo ka qenë etika e dietarëve në çështjet që kanë pas mes tyre. Yunus ibn Abdul Ala as-Sadafi ka qenë një kohësisht edhe nxënës i Shafiut, por mund më thonë edhe një bashkëkohanik i Imam Shafiut. Ky ka qenë në tonë në Egjipt. Thotë nuk pa njëri më të mençur se sa Imam Shafiu. Thotë një herë na ndodhi me pas një diskutim rreth një çështje. Dhe shkuam secili në vendet e tyre, domethënë në shtëpiat tona. Dhe pastaj thotë më erdhi Imam Shafiu dhe më kapi për dorë dhe më tha, gjithsesi do të më mbet vëllezër edhe nëse nuk bim dakord për një çështje. Domethënë do të më mbet hala ende jemi vëllezër edhe pse kemi mos pajtime mes nesh. Thotë nuk kam pa njëri i cili
ka qenë më i mençur se sa Imam Shafiu, domethënë sepse ai konsideroi që lejohet me pas mos pajtime mirë, po do të më mbet njerëzit vëllezër mes tyre dhe mos më urrejt asnjëri tjetrin. Ka ardhur thot një njeri te Abdulrahman ibn Hurmuz al-A'raj, një prej dietarëve të hadithit dhe një prej atyre dietarëve të Medinës, edhe ka pyet rreth urinës së gomarit. A është e pastër apo e papastër? Thotë është e papastër. Thotë Rabia ibn Abi Abdulrahman, që quhet ndryshe Rabiatur Ra'i, që ka qenë një alim i madh në Medinë, që ka pasur disa mendime pak më ndryshme se sa mendimet e dietarëve të Medinës. Thotë ka thonë Rabia ka një mendim pak më ndryshe, konsideron që urina e gomarit është e pastër, nuk është e papastër. Ka thonë thotë thotë se ndodh nga një herë që ne me jap një mendim caktuar për një çështje të caktuar dhe pastaj më u kthy në mendimin e Rabiatur Ra'i. Domethënë mas një viti më u kthy në mendimin e tina. Domethënë pse? Se domethënë kam pa argumenti, po edhe Rabia ka pas aftësi për me bind të tjera, domethënë se kjo çështje është kështu ose është kështu. Domethënë kanë qenë dietar i madh dhe domethënë ka pas aftësi me i bind të tjerat. Ndërsa është edhe një çështje me rëndësi, domethënë çysh ka ndodhur ato, domethënë edhe pse ka pas mos pajtime mirë, por nuk ka shkaktuar kjo përçarje, urrëtie, as nuk ka pas fanatizëm ndërmjet dietarëve të mirëfillt, edhe nxënësve të atyre dietarëve të cilët i kanë pasur dhe të cilët e kanë trashëguar këtë edhe prej atyre dietarëve. Thotë njëherë ka udhëtu, ka shku Esad ibn Furati, një prej dietarëve të mëdhenj, tënda nuk është i njoftën, mirë po është një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, ka shku në Irak për me marr mësim prej nxënësve të Ebu Hanifës. Në ato momente thotë erdh lajmi për vdekjen e Imam Malikut, erdh në Kufe. Aty është edhe Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, më thonë nxënësi i Ebu Hanifës. Thotë gjithë Iraku trondit për vdekjen e tij. Dhe thotë shkova te Imam Muhammed ibn Hasan al-Shaybani edhe për me testu, me sprovu. I thash, po domethënë ky një fjalë të tina, domethënë thotë pashallahu nuk ishte hall diturie në Irak që të mos përmendte Imam Malikun, duke thonë Imam Maliku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domethënë janë pikëllu për vdekjen e Imam Malikut, edhe pse kanë pas mos pajtime mes tyre. E thotë kur e pash pikëllimin më të tyre, e përmendë kët Muhammed ibn Hasan al-Shaybanit, e thash pse përmendni kaq shumë Imam Malikun, kur ai shpesh nuk bie ndarkord me juve. Ai u kthye nga unë dhe tha hesht, pashallahu se huwa amirul mu'minin fil athar, sepse është emirul mu'minin, është prisi besimtarëve në çështjet e hadithit. Edhe njëkohësisht Imam Muhammed ibn Hasan al-Shaybani ka qenë një prej nxënësve të Imam Malikut, ka dëgjuar muwatta e tina në Medinë pe Imam Malikut në një periudhë 3 vjeçare. Bile një prej atyre transmetimeve të muwattas është transmetimi që i Muhammed ibn Hasan al-Shaybanit. Domethënë të gjitha këto raste tregojnë se çfarë etike, çfarë edukate kanë pas ato gjeneratat e njerëzit të cilët për me kanë studiu fen edhe kanë studiu fekun çashtu që duhet, edhe i kanë trashëguar ato edukat prej mësuesve të ty, për mësuesve të tyre, edhe këtë kanë zbatuar edhe në çështjet të cilat për shembull që treguam se kanë pas mospajtime ndërmjet tyre, çush kanë vepruar ata, nuk e kanë rrejt njëri tjetrin, mirë, po edhe anës nuk janë zemëru. Kanë ndodhur nganjëherë ndoshta me u zemëru një me tjetrin, po shpejt janë kthy dhe nuk kanë bajt meri njëri ndaj tjetër për dallim prej disa prej të mëvonshme të cilët kanë qenë fanatik në mëdhëbet e tyre dhe ky fanatizëm ka qenë deri te edhe urrëtia e tjetrit edhe tek shumë gjëra të tjera të cilat ndoshta do t'i përmendim disa prej ligjëratave të ardhshme. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.